shpatën e pushtetit të drejtësisë në duart e njerëzve të drejtësisë dhe e shpat në duart e një pushteti që nuk do ishte më në kontrollin ton për të punuar, do kërkonte kokat tona. Kështu funksionon. Dhe për ta marrë me mend këtë, nuk ishte nevojë të ishe as profet, as fallxhor. Po mjafton të ishe një lexues kurioz i historisë së revolucioneve të drejtësisë në vende të tjera. Përmbysja që ne i bëm sistemit të vjetër të drejtësisë ishte revolucionare. Për pavarësinë e drejtësisë. Dhe tani po jetojmë një periudhë ethesh revolucionare të një drejtësie të re dhe të pavarur, që pikërisht pse është shumë e re, nuk është as e paanshme, as profesionale. Nëse do të bëja një krahasim, çdo krahasim çalon, drejtësia sot është si qeveria shqiptare e vitit 1992. Fuqi e madhe politike, traditë demokratike 0 nga 11 dhe autokontroll që varion nga 0 në 4, po që mbetet prap në notën kaluese, po të kesh parasysh se po sipas Këshillit të Evropës jemi jo vetëm vendi me shifrën më alarmante të paraburgimit në kontinent, po jemi të dytët vetëm pas Rusisë për raportin mes dënimeve dhe pafajësive. Dhe me një diferencë shumë të sikletshme edhe nga rajoni ynë këtu, nga gjithë të tjerë këtu, me cilët jemi paka shumë njësoj, në të gjitha aspektet. Po ku është paradoksi shumë i madh? Sa i padrejtë dhe i dhimbshëm, aq dhe i pashmangshëm. Sa e thjesht aq edhe për të qarë hallin që s'pres në fakt na i qaj askush. Paradoksi është se ndërkohë që fal nesh në nhudheqjen e deri dhe me lëkurën tonë, po bëhet në Shqipëri ky transformim i cili do të hyjë në histori si një transformim epokal, me një drejtësi të re dhe të pavarur, me të gjitha dobësitë dhe lajthitjet e veta të natyrshme për moshën fare të re që ka, por që e ka marrë shpatën e luftës kundër korrupsionit dhe të krimit të organizuar me bekimin ton, qeveria jon goditet pa pushim si më e korruptuara dhe Shqipëria baltoset pa pushim si më e kriminalizuara. Shikojeni se si u turin tenxheret që prokuroria nuk i heton, edhe pse i ka prej kohësh dosjet atje për pastrim parash dhe për evazion fiskal me fakte dhe të nënshkruara nga autoritetet e të njëjtit shtet. Po si mundet? Si justifikohet? Si gëlltitet? Kjo burracakrie neveritshme prej trimash që bëjnë shpatarin e verbër me punonjësit e shtetit dhe me politikanët e Partisë Socialiste.